Rreshje, shiu dhe dëbore ulen temperaturat. Jasi parashikohet moti në vazhdim. Ditën e sotme vendi ynë është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti ka qenë me vranësira mesatare deri të dendura. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, rreshjet e shiut të erpasershme me intensitet ulët deri mesatar kanë qenë në pjesën më të madhe të vendit deri në orët e mesditës. Hera herës rreshjet e shiut në formën e shtrëngatave fat shkurtra në zonën e qendrës dhe jug. Sipas orëve të mesditës, rreshjet e shiut mbeten prezente me intensitet ulët deri në orët e pasdites në qendër dhe jug. Në zonën e Alpeve ka patur rreshje bore me intensitet mesatar deri të lartë, hera herës tuj dëbore në verilindje në lartësinë mbi 100 metër dhe juglindje mbi 300-400 metër, rreshje bore me intensitet ulët deri mesatar, ndërsa në pjesën tjetër të vendit në lartësinë mbi 400-500 metra, rreshjet e dëborës pritet të jenë në formën e dëborës dhe intensitetit ulët. Gjatë orëve të pasdites, rreshjet e shiut dhe dëborës ndërpriten në pjesën më të madhe të territorit. Hera do të fryjë me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 9 metër në sekond për gjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore me një shpejtësi deri në 18 metër në sekond.